Unë kam përkthyer një libër, Tribuja 13, do ta fal, kur ti i mos haro, ta jap dhurat, ta lexosh, e ka shkruar Arthur Koestler, është super libër. Dhe ky tregon tërë historinë në shekujt e 7 si filluan të krijoheshin këta, ku i kishin qendrat, me kë kishin lidhje nëpërmjet Teodorës, njerëz nga perandoreshat u martua me perandorin bizantin dhe kryuan lidhje me Bizanti, që i kishin komshin dhe kanë shkuar mirë me Bizantin. Pastaj këta i luftuan shumë këta vikingët që erdhën hyn nga Dnjepri, e ju hapën luftë të madhe, dhe pastaj dhe këta varangianët që edhe këta vikingët, e goditën nga veriu dhe i shkatruan. Shkatruan pra ka shekullin e 11 diku të tillë. Shekulli 10, midis shekullit 10 dhe shekullit 11 u shkatërua perandoria kazare. Por po t'i shohësh ta janë gjithë, pse e them slav. Shikoni, kemi një gjë. Kur këta që pretendojnë se janë izraelit, pra, Beni Israil që quajnë veten hebrej. Këta kur erdhën në vitet 40, që filluan të vinin në lindjen e mesme në Izraelin e sotme, në Palestinë, cilën e quajtën më mbrapa Izrael. Në këtë Palestinë, palestinezët, ta muslimanët palestinezë, islam, i pritën këta me duart të hapura. Pra i pritën nëpër shtëpitë e tyre. Dhe më pas këta ju zonë shtëpit dhe i përzun nga shtëpit. Tashi, Hasan Prishtina ndonin dhe hymnin palestinez, ta kur ishte festa kombëtare e Palestinës, dilnin si qytetarë të Palestinës. Qytetarë palestinez ishin, çdo kush mund të hyjë sot në YouTube dhe gjen një intervistë të Golda Meir, ku thotë që unë deri në 48-ën kam pasur pasaport palestineze dhe kam qenë qytetare palestineze. Pra nuk është se ata mund ta mohojnë këtë gjë. Por shikoj të bëj lidhjen e këtyre slavëve të quajtur kazar. Hasan Prishtina shkruan që po e fute serbin në shtëpi. Ai në fillim hyn si mysafir. Pastaj ta merr gjysmën e shtëpisë. Pastaj ta merr të gjithë shtëpinë, të përzë, dhe ti duhet të hysh në negociata me të, që ai të mund të japi ty një dhomë të shtëpisë tënde që ti të jetosh në shtëpinë tënde. E njëjta që ka ndodhur edhe me këta kazarët në Palestinë. Pra ju kanë zënë shtëpiat palestinezëve dhe i kanë përzë nga shtëpiat e tyre.